Përgjithsisht ka shku mirë, nuk kemi ndonjë rast eklatant i cili e ka damtu integritetin e këtij procesi zgjedhor. Kemi incidente të ndryshme të cilat kanë ndodhur dhe kemi raportuar, dhe aty ku kemi gjetë elementet veprës penale ne vetëm kemi fillu hetimet në disa raste dhe hetimet vazhdojnë dhe më tutje. Pothuajse vepra penale ishin cenimi për saktimit të lirë të votuesve, ku është marrë në pyetje kryetaria e komunës së Ranilukut, është intervistu. Kemi një vepër penale tjetër e asgjasimi dokumenteve zgjedhor që ka ndodhur te një person i cili e ka shky flet votimin në reflektim të faktit se ka pas dëshirë të asistoj me gruan për të ndihmu për të votu, po nuk e kanë leju për shkak se dokumenti mjekësor s'ka qenë në rregull. Kemi gjithashtu të përleshje në Zhegër, e cila ka korrespondu me intervistim vetëm. Persona të ndaluar nuk kemi, sa për info. Domethënë kemi raste, këto 3 raste deri më momentin, incidente po, janë duke u trajtuar edhe raste tjera, po deri në përfundim tash shiqojmë tash pas hetimeve, a mos për ndonjë incidenti do na dalin raste konkrete me përgjegjësi penale. Po ka pas fotografim të votës, shumica atyre tregojnë se votën e fotografojnë me dëshirë, për mi pas kujtim. Ne duhet edhe kemi ndaluar ata persona me qëllimin që ta kuptojmë arsyën e fotografimit të votës, se nëse një votë fotografohet me qëllime të caktuara për varësi ekonomike apo profesionale apo kanosje e tjera, atëherë vjen në domenin e veprës penale. 4 ose 5 sosh janë të ndaluar deri më tani dhe mirë po lëshohen procedurë të rregull se nuk mund ta vërtetojmë që e kanë bërë me një qëllim të caktuar.